Me Saad Durrën, njëri prej sportistëve të vlerësuar si talenti i vitit 2025 nga Gazeta Shkodra Sport për vitin që shkoi. Saad, i emocionuar dhe i gëzuar që morët një vlerësim të tillë? Përshëndetje Gjergjier, faleminderit për intervistën. Për mua ka qenë emocion i madh sepse me dalë me stana dy në emrave është kënaqësi e papërshkrueshme. Duke nxitur shkallat e teatrit me Gjeni, besoj që keni përjetuar emocione, por ju rikthyer mendje dhe sakrificat puna e bërë gjatë gjithë vitit. Po, skena e teatrit me Gjeni është skenë e magjishme, edhe me thonë drejtën janë vlerësuar 4 vjet që kam bërë sakrificë e mua dhe djerës, që shumë faleminderit për vlerësimin. Ju u ngjitët në skenë si i vlerësuar si talenti i vitit për sportin e voleybollit, një çmim që u dorëzuar nga një prej emrave më të mëdhenj të këtij sporti në Shkodër, Mark Roçi. Edhe kjo besoj që ju shtoi edhe me shumë emocione dhe përgjegjësinë e një ceremonie të tillë. Me thonë drejtën, personi nuk ka me punu me te, por me që kam pa, ai përderisa ka arrit me zjarë vllaznin kampion, ai do të jetë me të vërtet një trajner shumë i zoti. Sa si ka qenë viti 2025 në aspektin personal? I ka realizuar pritshmëritë tuaja apo ndoshta keni pritur diçka më shumë? Me thonë drejtë kam pritur më shumë sepse ka qenë vitin e parë 2023-2024 dol me kampion me ekipin në 21, po do të medala sezonin 2024-2025, por për fat keq nuk arrit me atë objektiv, kështu që mund kam të pishman. Për 2026-ën, çfarë synon Saad Durrë? Për 2026-ën shpresoj që dalim kampion me ekipin e parë, fitojmë kupën e parë ligën Gjergj Kastrioti dhe kupën e Shqipërisë. Disa pretendime mallore, i ka mundësi të vllaznia? Po, i kemi mundësi sepse me blemjet e huaja që kena bërë dhe për stërvitjen e mirë që na bën profesori Artan Kaloja, shpresojmë që të arrijmë objektivin që kena tonë si ekip. Pse keni zgjedhur sportin e voleybollit? Po, volejbolli ndryshe prej sporteve të tjera si futbolli, si basketbolli, çdo pikë ka rëndësinë e vet, çdo pikë ka mundin e vet, çdo pikë ka djesën e vet, është sport që jep emocione, edhe është sport më i veçantë se tjetër për mua. Ju jeni djali Artan Durrës, një emër shumë i njohur të sportit handbollit. Pse nuk shkuat tek handbolli apo ndoshta një sport tjetër? Me thënë drejtën, e kam provuar handbollin, mund ka pëlqy, por për shkak të mosmarrëveshjeve, sporti i handbollit nuk ka se ekziston më në Shkodër. Dhe ndjeni mirë tek voleybolli? Unë ndjem shumë mirë tek voleybolli, është sport shumë i veçantë. Thatë keni 4 vite që merreni me këtë sport, por luanin rolin e pasuesit. Pse u fokusuat tek ky pozicion? Unë që se kam fillu sportin, kam fillu rolin e pasuesit. Pasuesi është roli kyç në sportin e voleybollit, është organizatori, ai di ku ka me shku topi, është, si me thonë, truni i ekipit, ai është motori. Dhe Saadi mendon që i ka aftësitë dhe mundësitë për të qenë truri i ekipit vllaznisë kampion? Po, besoj që mund të jetë truri i ekipit. Cili është roli i familjes, Saad? Sepse edhe në ceremoninë e zhvilluar në Teatrin Mezgjeri nga Gazeta Shkodra Sport, pam të gjithë familjen tuaj në mbështetje. Po, familja jeme është kryesorja që më mbështet sport, dhe unë e kam përmend gjithku, sepse familja për mua, sidomos baba jam, është shumë i veçantë. Ai është mbështetësi numër 1, motori numër 1, ai është çdo masneqet, ai më jep këshilla, më marr më tregon ku kam gabu, si më ndreq, është gjithçka për mua. Ai është njeriu që gëzohet më shumë për çdo sukses tëndin? Po, ai bashkë me mamën time janë gjithkohë masmejet, si neshë në Shkodër, si jashtë Shkodrës, janë foncat në një të mi. Edhe kritiku më i madh, besoj. Po, kritiku më i madh. Në këto 4 vite tek sporti i voleybollit, cilin mund konsideroni momentin tuaj më të lumtur? Më të lumtur, siç e thash, sezonin 2023-2024, kur kemi dalë kampion me ekipin në 21, kemi fituar edhe kupën e rinisë, kështu që ato janë vite që unë s'kam i harruar në jetën time. Po momente të vështira ka pas Saadi në karrierë? Po, ka pas momente të vështira, sidomos kur kena hup finalet vjet, edhe janë momente që i thu pse më nuk jam. Dhe të mendosh ndoshta që edhe të lësh sportin një ditë? Ja, aja s'ka nuk se të pas babën në shtëpi është ai që më shtet mua, edhe mund ta kem mendu, por baba është motori numër 1 që ka thonë që ketë ardhmë përpara. Saad, shumë prej moshatarëve tuaj sot nuk i preferojnë sportin. Por ju jeni pjesë e tij. E mendoni një zgjedhje duhur
pjesëmarrje në sport? Sporti për mua është shumë i rëndësishëm, sepse është si tip rregulloret, është si tip disiplinët, është e ke çdo gjë në rregull, e fillan ditën me palestër, ke regjim ushqimor, shkan stërvitje pas dite, kështu që i shoqëroj tonë të rive që të merren me sport sepse sporti është shumë i rëndësishëm një. A është e vështirë të merresh me sport sot? Vështirë është, por është edhe shumë gjë e bukur sepse t'jep emocione, është knatësi kur shef njerëz në rrugë që të thojnë urime, është titull as sportist, është diçka veçantë. Dhe kur je sportist i vllaznisë, është një titull edhe më i madh? Edhe më i veçantë sepse fanela që moj me emrin e vllaznisë është shumë e rëndë. Është e lodhshme të merresh me sport? E lodhshme, jo mund të them, por ban me pasi rutinë personale, është normale, duhet me fillu me palestrën, me majt regjimin ushqimor, me pushu që me shku mas ditës stërvitja, është Tashmë jeni pjesë e ekipit të parë të vllaznisë. Si ju kanë pritur? Ju kanë mbështetur lojtarët më me përvojë, keni gjetur një ambient të mirë? po, lojtarët më përvojnë, ne na mbështesin, na këshillojnë, na përçojnë në eksperiencën e tyre, sepse çdo lojtari i mirë me kanë, eksperjenca është ajo që e bën diferencën. Thatë që synojmë titullin kampion, por besoj që e dini që vllaznia e meshkujve vetëm një herë në histori të saj është shpallur kampione e Shqipërisë. Do të jetë tashmë edhe sa duro pjesë e suksesit të dytë të vllaznisë? Shpresoj sepse si mjet jena qyse jam të pa, qyse kam filluar me ekipin e parë, si mjet më duket sikur jena shumë mirë, edhe tana ekipet si Partizani, si Tirana, si Skënderbeu jena një nivel. Them se kena me bë diferencën këtë vit, inshallah. Çfarë thotë për Sadin të jesh në stërvitje me emra si Nikolin Qafarena, Endri Jugni, Fatjon Çekini, e të tjerë të cilët kanë një përvojë shumë të madhe në sportin e voleybollit? Është shumë e veçantë sepse çdo ditë prej tyre na marrim këshilla si me përmirësu vetit, ata këshillat e tyre janë për eksperiencë, dhe siç e thash, sado lojtari mirë eksperjenca bën diferencën, këshillat e tyre janë domosdoshme. E shihni veten gjatë në sport? E shoh veten gjatë, inshallah tash do ta them edhe kam ta thonë që Shkodër veç inshallah sa me marrë eksperiencën. Shpresoj që një ditë me lujt jashtë me bëj emër më të madh. Pra, synimet dhe ambicet tuaja janë për të bërë gjëra edhe më të mira, edhe jashtë Shqipërisë. Shpresoj që ta firmohet në Shkodër, masanaj synimet e mia janë për jashtë me bëj emrin më të madh. Është voleybolli sport i vështirë apo ju ka hyrë në zemër tashmë? Tash është bë pjesë e jetës time, edhe është sport që e bëj me pasion. Çfarë do të thotë të rivalizosh me kundërshtarët, duke përfaqësuar vllazninë? Vllaznia është emër i madh, kështu që rivalizimi kundërshtarëve normal që po me kanë gjithmonë. Si me ekipet forta, si me ekipet dobta, vllaznia shpresoj që të ka me dominu si mirë. Sa të falenderoj, të uroj për çmimin e marrë vitin e kaluar dhe shpresoj që karriera juaj e sapo nisur të ketë edhe shumë çmime edhe më të rëndësishme në vazhdim. Faleminderit Gjergj, faleminderit ty, Gazetë e Shkodra Sport edhe Bashkisë Shkodër për tonë mbështetjen që i bani sportistave. Faleminderit.